që në momentin e parë më ke nominu. Pse nuk tha Selina për shembull? Jo, legret mos e nomino. Po pra, po ja që e ka bë. Unë personalisht edhe mbrëm darkë po kishte prezidentin thashë se do vinë zinxhirit tonë, para Grecës nuk do shpëtoj aty. I thash unë. Okej, edhe unë e di. Kurse kjo shpëtoj Kristi para te. Se po flet për mua, mos fol dieti shumë mirë. Shumë mirë di, ai kishte dorën zjarr. Mos fol me mirë. Edhe nuk doja, nëse do flas për lojën time, hajde Po la Selinin në nëse do flas me mirë, fol me mirë për mirë. Ne shpëtoj Kristin. Shpëtoj Kristin para Selinit. Selina nuk e ka bërë Selina nominim. Ai po thotë se jemi sepse kam bërë zgjedhjet e mia. Normalisht. Unë thesh loja ime. Okej, bravo. Po normalisht zgjedhjet e mia, por çfarë kam? Selina, po kush po thotë gjë kam marrë me i bë fresk mirë dhe ty. Absolutisht. Për mirë bëj çfarë dush, për freskun tim unë nuk kam nevojë të bësh fresk, biles ku të mbajmë çngrot. Patjetër, kur është e drejtë, flas edhe më vjen keq si femër, normalisht do të mbroj. Si femër, po, në rregull. Selina, prandaj erdhi keq si femër dhe mblem me Mateo, që si femra femrës, me atë klip që pembrëm, mblem me Mateo në një dhomë 2-2. Erdhi shumë keq si femër. Ti ke ne në krevat me mirin moja jote, është puna jote. Oj Selina, je në lavanderi. Oj Greta, oj motor, nuk po bën gjë keqe. Është lavanderi, fut çerçafën, merr çerçafën. Oj motor, është puna jote, është loja jote, nuk është gjë e keqe. Ti ke kaluar limitet e tjera. Po më dëgjon çfarë po të them? Po them, është loja jote, është puna jote, bëj ç'të duash. Unë po të them, faleminderit që më le pas atë klipit me Mateo. Se të djeg për mirë, me Mateo. Shumë mirë, aty e